82 euro desant, është një nga njësit elit të korpusit strategjik amerikan. Është një divizion, në qoftë se më lejoni mund të flasim një dy fjalë për këtë njësi, është krijuar para më tepër se 100 vjetësh, 1917. Ka marrë pjesë në shumë operacione të luftës parë botërore, të luftës dytë botërore, ka zbarkuar në Afrikë, në Itali, Sicili, në Francë, Belgjik, ka qenë në Gjermani mbas luftës, ka dislokuar një farë në Gjermani, dhe ka marrë pjesë në të gjitha ndërhyrjet që ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në gjithë botën. Në Vietnam, në Karaibe, në të gjitha vendet ku ka ndërhyrë Amerika ka patur këtë divizion të njësi të gatshme, jashtëzakonisht të përgatitur, të pajisur mirë, dhe kjo është, domethënë, njësia e parë që hidhet në veprime në çdo pikë të globit toksor. Ky divizion tani ka angazhuar një pjesë të forcave në Baltik. Në vijin e parë. Në vijin e parë. Kanë zbarkuar qëllimi i stërvitjes edhe për të parë anën e gatishmërisë dhe anën profesionale, përgatitjen profesionale. Ky divizion duhet të transportohet nga Shtetet e Bashkuara deri në objektiv brenda 18 orëve. Ky ka qenë qëllimi i vendosur në këtë stërvitje. Në stërvitjet e tjera ka qenë afate pak më të gjata. Domethënë si vjet është kërkuar për 18 orë divizionit të zhvendoset nga bazat e Amerikës të vijë në Evropë, të dislokohet në rajonet ku do kryej veprimet. Një pjesë e këtij divizioni është dislokuar në Arktik. Kryesisht në Finland dhe Letoni. Ky divizion është mbështetur dhe nga një brigadë speciale që quhet Brigada 173 aerodesante, që quhen ushtarët e qiellit, Sky Soldiers. Dhe këta kanë marrë pjesë në Lituani dhe në Letoni, në këto operacionet aty. Kanë zbarkuar në bashkëpunim me forcat aerodesante evropiane shumë komshe. Për shembull, një batalion ka qenë spanjoll, që zbarkoi në Letoni në rreth 500 forca parashutistë, të hedhura në vijin e parë në kufirin me Rusin. Janë hedhur shumë afër në këtë. Domethënë është edhe një ngacmim i situatës duke bërë veprime aerodesante shumë afër kufirit me Rusin. Natyrisht aty kanë marrë pjesë edhe ato forcat e pakta që janë letoneze, lituaneze. Ato kanë organizuar disa stërvitje të vogla, ose mbështetje me ato forca që kanë, se janë vende shumë të vogla. Në Letoni, ato forcat e vendase kanë organizuar një operacion të vogël mbështetës që quhet Crystal Arrow, shigjeta e kristalit. Po në Shqipëri, se po ju ndërpres, në Shqipëri ushtarët e qiellit kanë të ndonjë planifikuar në stërvitje plus që na përfshin ne kjo e 18 orarshit, për sa mund vinë? Në Ballkan, se tani kemi të bëjmë me stërvitje të hapësirave të mëdha, të goditjeve të mëdha, strategjia e hapësirave dhe veprimeve të mëdha. Ne kemi atë pjesën tonë. Në Ballkan do veprojë një pjesë e divizionit 82. Aerodesant do zbarkoj në disa pika dhe ju thash që në Shqipëri është një program i veçantë i kësaj pjese të stërvitjes. Domethënë, Defender 25 parashikon këtë reagimin e shpejt 25. Imediat respons është për Ballkanin. Janë 8 vende të angazhuara këtu. Domethënë, ne, Kosova, Bullgaria, Greqia, Malizi, Maqedonia, natyrisht Malizia, Maqedonia pothuajse s'kan fare ushtri në këtë mes, është Kroacia dhe të gjitha përveç Serbisë. Përveç Serbisë dhe Bosnjës. Po, dhe Bosnjës. Rumania merr pjesë në një formë në fazën tjetër, në
të tretën dhe këtu tani do janë disa forca parashutiste të divizionit 82 dhe njëkohësisht do marri pjesë, por në Kosovë një komando, një njësi drejtuese e divizionit 28, e kundërta e numrit 82.